Kur ekuipazhi i anijes Agimi i Veriut u nis drejt ujrave të ngrira të Arktikut, ata prisnin vetëm të ftohtë dhe peshk, por ajo që doli nga mjegulla e akullt do t'u ngrinte gjakun në vena. Njari polar gjigant, një nga grabiqarët më vdekjeprurës në planet, po notonte drejt tyre me një vendosshmëri të frikshme. Por ky nuk ishte një sulm i zakonshëm. Pisha filloi të gërvishte trupin metalik të anijes dhe të ulurinte me një zë që nuk ngjante me asgjë që kishin dëgjuar më parë. Detarët e vjetër u mbërthyen nga paniku, duke menduar se ariu ishte i tërbuar nga uria. Por kapiteni Pavel Andrejev vuri re diçka në sytë e kafshës, diçka që tregonte se ky grabiqar nuk po kërkonte pre, por po lutej për ndihmë. Çfarë mund të detyronte mbretin e akullit të kërkonte ndihmë armiqve të tij natyror, njerëzve? Qëndroni me ne deri në fund për të zbuluar misionin e pamundur të shpëtimit në mes të stuhis, ku çdo sekond kishte rëndësinë e jetës ose vdekjes. Ndërsa peshkonin në ujrat e ftohtë të Arktikut, ekuipazhi i anijes Agimi i Veriut uri re diçka të pazakontë. Njari i bardhë gjigant po notonte drejt anijes, duke u lëvizur në një mënyrë që nuk ishte tipike për këta grabiqar të kujdesshëm. Pllakat e akullit pluskonin përreth, duke rritur ankthin e detarëve, veçanërisht kur bisha filloi të rrotullojë ngadalë rreth anijes dhe të dilte nga uji. Ekuipazhi ndjeu tensionin dhe kapiteni Pavel Andrejev e vëzhgoi me kujdes ariun nga kuverta e sipërme. Ai e kuptoi se arin polar rrallëherë u afrohen njerëzve vullnetarisht dhe çdo lëvizje e papritur mund të përbënte rrezik. Detarët ulën një varg shpëtimi bosh, të armatosur me rema dhe litar dhe u përgatitën për kontakt, duke kuptuar se varka e tyre e vogël ishte pa mbrojtur kundër një force të tillë. Frika dhe ankthi u ndjen nga të gjithë në bord, pasi kombinimi i errërave të forta, akulli që lëvizte dhe kontakti të ngushtë me një grabiqar të egër krijonte një kërcënim të vazhdueshëm. Nga lartësia e kuvertës së anijes, situata dukej më e sigurt, por tensioni u bë i prekshëm sapo varka e shpëtimit preku ujin. Ariu lëshoi një hungurim të ulët dhe kapi skajin e varkës me kthejtrat e tij masive. Fatmirësisht, materiali i trupit të varkës doli të ishte mjaft i fortë për t'i bërë ballë presionit të kthejtrave të tij. Olegu, një nga detarët, përshpriti qetë. Gjë e mirë që trupi është i përforcuar. Fjalët e tij shkaktuan një të qeshur të tensionuar nga shokët e tij. Kapiteni Pavel Andrejev u afrua me kujdes në skaj të kuvertës dhe u gjend pothuajse ballë për ballë me bishën e madhe. Ariu u ngrit në këmbët e pasme dhe uluriti me të madhe, duke demonstruar fuqinë dhe madhësinë e tij. Oficeri i parë, Igor Selivanov, u vrenjtë dhe pyeti se çfarë po përpiqej të komunikonte kafsha, por nuk pati asnjë përgjigje, vetëm tingujt më të qetë dhe më insistues treguan se sjellja nuk ishte aksidentale. Ndërsa ania largohej ngadalë, Ariu u bë gjithnjë më i shqetësuar, duke hunguruar dhe duke tundur putrat, sikur kërkonte vëmendje. Ndalni motorin, urdhëroi kapiteni, dhe ekuipazhi u bind menjëherë për të shmangur provokimin e kafshës. Bisha u zhyt përsëri në ujë dhe notoi në drejtimin e kundërt, sikur po i ftonte ata ta ndiqnin. Igori ndjeu se kjo nuk ishte rastësi dhe vazhdoi ta vëzhgonte. Motori i anijes mërmëriti me pak knaqësi ndërsa ndryshoi përsëri kursin, duke menduar se ariu mund të ishte i uritur. Bogmani Artem Voronov solli një nga peshqit më të mëdhenj nga kuzhina. Kapiteni e hodhi atë në ujë, por ariu thjesht e nuhati pren, e ngriti me putrën e tij dhe e injoroi. Ajo ngrit përsëri në këmbët e pasme dhe lëshoi një hungurim të ulët, e cila tingëllonte më shumë insistuese se sa kërcënuese. Kapiteni u vrenjtë dhe mendoi se nëse bisha nuk ishte uritur, atëherë çfarë donte? Në atë moment sjellja e ariut ndryshoi papritur. Ai filloi të gërvishte trupin e anijes me kthejtrat e tij të mprekta. Në fillim butësisht, por gradualisht zhurma u bë më e fortë dhe një gërvishtje metalike u përhap nëpër kuvert. Kapiteni i bërtiti detarit Sergej Melnikov, sill radion, u bë e qartë se nevojitej ndihmë nga specialistët, pasi veprimet e zakonshme të ekuipazhit nuk mund ta shpjegonin apo kontrollonin situatën. Sergej nxitoi të zbatonte urdhrin. Së shpejti kapiteni kontaktoi përmes radios dhe transmetoi një mesazh urgjent nga Agimi i Veriut rreth një situate të pazakonte me një ari polar. Sinjali u mor nga anija kërkimore shtektari polar. Brenda një ore, doktoresh Ana Lebedova ishte në lidhje. Raportoni gjendjen e kafshës, a ka lëndime apo shenja raskapitjeje? Kapiteni u përgjigj se ariu dukej i shëndetshëm.
nuk kishte plagë të dukshme, por sjellja e tij ishte jashtëzakonisht e huaj. Ai qëndronte mbi këmbët e pasme, hungurrinte dhe gërvishte me këmbëngulje anijen. Doktoresha raportoi se ata ishin rrugës dhe do të mbrinin së shpejti. Pak kohë më pas, anija kërkimore, duke lëndruar përmes fushave të akullit dhe icebergëve, ju afrua agimit të veriut. Ana Lebedeva dhe kolegët e saj hipën në bord me pajisje, dylbi dhe kamera për të dokumentuar çdo lëvizje të kafshës. Për herë të parë shkencëtarët mundën ta vëzhgonin Ariun nga afër. Ajo lëvizte shqetësuar nëpër akull, zhytej në ujë dhe kthehej, duke përsëritur këtë cikël disa herë, duke sikur po tregonte një drejtim. Ndoshta ky është një instinkt amtar, sugjeroi një nga studiuesit. Hipoteza e re fitoi shpejt mbështetje. Mund të kishte të vegjëlit e saj aty pranë. Kapiteni Pavel Andrejev vendosi ta ndiqte atë. Të dy anijet u nisën me kujdes përmes ujrave të akullta drejt një zone pothuajse të pa eksploruar. Ndërsa i afroheshin një pikë të caktuar, sjellja e Ariut u bë edhe më e shqetësuar. Britmat e saja u intensifikuan. Ajo po hidhej para mbrapa, sikur po tregonte se ishin afër diçkaje jashtëzakonisht të rëndësishme. Klimatologu i ekspeditës spekuloi se të vegjëlit mund të ishin në një pllak akulli që ishte shkëputur për shkak të ndryshimeve të fundit klimatike. Së shpejti erdhi një thirrje nga kulla e vëzhgimit. Lëvizje në akull përpara. Përmes dylbive mund të shihej një pllak e vogël akulli që lëvizte me dy të vegjël mbi të. Ata ishin bllokuar aty. Zbulimi konfirmoi dyshimin. Ariu po kërkonte vërtet ndihmë për të shpëtuar të vegjëlit e saj. Koha po mbaronte, ekuipazhet e të dy anijeve hartuan një plan shpëtimi. Ata manovruan me kujdes midis pllakave të akullit për të shmangur përmbysjen e pjesës së paqëndrueshme të akullit. Operacioni kërkonte saktësi dhe koordinim të plot. Në fund, të vegjëlit u zhvendosën me kujdes në një sipërfaqe të sigurt pranë nënës së tyre. Kur pa të vegjëlit e saj, Ariu lëshoi një tingull të thellë lehtësimi të përzier me ankth të mbetur. Ajo i preku ata me hundën e saj, duke kontrolluar nëse ishin mirë. Heshtja rampi kuvert, njerëzit kuptuan se ishin bërë pjesë e një momenti të rrallë mirëbesimi midis njerëzve në natyrës. Pas përfundimit të shpëtimit, anijet shoqëruan familjen e arinjave në një mas akulli të madhe dhe të qëndrueshme. Atje ata kishin një shans më të mirë mbijetese. Për një kohë të gjatë, ekuipazhet vëzhguan teksa siluetat e bardha të Ariut dhe të vegjëlit e saj u zhdukën ngadalë mes pafundësisë së Arktikut. Ata e kuptuan se atë ditë jo vetëm që dëshmuan një sjellje të pazakontë grabitqari, por dhe ndihmuan në shpëtimin e një familjeje të tërë duke ju përgjigjur thirrjes së heshtur për ndihmë që ata mundën ta dëgjonin. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutem dani mendimet tuaja në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutemi bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.